Rusia nuk dëshiron një armëpushim të përkohshëm në Ukrainë dhe po shtyn për një zgjidhje afatgjatë të paqes që do të marrë parasysh interesat dhe shqetësimet e saj, thot një ndihmës i lartë i Vladimir Putinit. Yuri Ushakov, këshilltari për politikën e jashtme të presidentit rus, i tha televizionit shtetëror të njëjtën se armëpushimi 30 ditor i propozuar pas bisedimeve midis SHBA-ve dhe Ukrainës nuk ishte asgjë tjetër veç se një frymarrje e përkohshme për trupat ukrainase. Ushakov tha se Moska pret që SHBA të marrë parasysh pozicionet e Rusisë në punën e mëtejshme së bashku. Ushakov theksoi se Putin do të flasë me mediat më vonë të njëjtën dhe do të përshkruajë pozicionin e Rusisë në më shumë detaje. I pyetur në lidhje me një raport të Reuters se Rusia i paraqiti SHBA-s një listë kërkesash për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës kundër Ukrainës dhe rivendosjen e marrëdhënieve me Washingtonin, Ushakov tha se shtëpia e Bardhë ishte në dieni të qëndrimit të Moskës. Vjetre se i dërguari special i Trump për lindjen e mesme, Steve Witkoff, mbariti në Moskë të njëjtën për të takuar me Putinin. Zyrtarët rusë thanë se këshilltari i sigurisë kombëtare i SHBA-ve, Mike Walsh, ishte dhënë detaje mbi idenë e armëpushimit dhe Rusia ishte gati ta diskutonte atë. Trump tha në shtëpinë e Bardhë të mërkurën se shpresonte që Kremlini të pajtohej me propozimin e SHBA-ve për një armëpushim 30 ditor, të cilin Ukraina tha se do ta mbështeste. Ndërkohë, delegacioni amerikan që negocioi me palën ukrainase në një takim të nivelit të lartë 2 ditë më parë në Arabinë Saudite është nisur tashmë drejt Rusisë, por duket se dështimi u paralajmërua shumë herët.